E vërteta e ujit Zemzem. Pse quhet uji i mrekullive dhe cila është historia e bërimit të tij? Uji Zemzem nuk përfaqëson vetëm një bërim natyror uji, por një histori të thellë besimi, sakrifice dhe mrekullie natyrore. Prej shekujsh, uji Zemzem konsiderohet si uji i mrekullive, duke ngjallur kurreshte jo vetëm fetare, por edhe shkencore. Historia e bërimit të ujit Zemzem lidhet ngushtë me profetin Ibrahim a.s. bashkëshortën e tij Haxherën dhe djalin e tyre Ismailin a.s. Me urdhër të Zotit, profeti Ibrahim a.s. e la Haxherën dhe Ismailin në një vend të vogël, të thatë e të pabanuar, aty ku sot ndodhet qyteti i Mekës në Arabinë Saudite. Pse quhet uji i mrekullive? Uji Zemzem quhet uji i mrekullive për disa arsye. Bërim që nuk shtoron, pavarësisht miliona litrave që konsumohen çdo vit nga pelegrinët gjatë haxhit dhe umrës, burimi i Zemzemit nuk është tharë kurrë. Pastërtia e jashtëzakonshme, uji Zemzem nuk prishet dhe nuk ndryshon shije apo erë, edhe pas një kohë të gjatë ruajtjeje. Uji Zemzem pihet me qëllim edhe lutje. Profeti Muhammed a.s. ka thënë se uji Zemzem është për atë për të cilin pihet. Uji Zemzem nuk është thjesht një bërim uji në mes të shkëtetirës, por një dëshmi e gjallë e mrekullisë hyjnore dhe historisë së besimit njerëzor. Historia e tij, qëndrueshmëria ndër shekuj dhe rëndësia shpirtërore e bëjnë ujin Zemzem unik dhe të pazëvendësueshëm, duke merituar plotësisht emrin uji i mrekullive.